Përshëndetje, takojmë bashkë në edicionin qendror informativ më gjerësisht me zhvillime. Do ndalemi te rehabilitimi I pyllit të sodës, I cili vijon të mbetet një projekt në letër, e përkundër deklarimeve nga bashkiak në vite për të rrëzuara apo të prerë nga dora e njeriut, vazhdojnë të zënjë sipërfaqe të konsiderueshme të pyllit, duke treguar se situata mbetet shqetësuese. Rehabilitimi I pyllit të sodës është një projekt që ka mbetur vetëm në letër, I deklaruar disa herë ndër vite nga kryetarët e Bashkisë së Vlorës si një prioritet me projekte që synonin të I rikthenin zonës identitetin, duket se gjithçka ka mbetur në kuadrin e planeve të pazbatuara. Pemë të rrëzuara apo të prera nga dora e njeriut të vijojnë të zënë një sipërfaqe të konsiderueshme të pyllit, duke treguar se situata mbetet shqetësuese. Është përfolur shumë nga të gjithë kryetarët e bashkive të cilët kanë qenë ndër vite për rehabilitimin e pyllit të sodës. Madje në përfushatat e tyre elektorale, një nga premtime në të cilën ata kanë bërë është se sapo të vinë në pushtet në krye të Bashkisë së Vlorës, do të merren posaçërisht me rehabilitimin dhe kthimin në identitet të pyllit të sodës. Megjithatë, kanë kaluar vite dhe siç duket pylli I sodës vijon të ketë probleme çdo ditë më shumë. Druj dhe pemë të rrëzuara, por edhe mungesë mirëmbajtje. Për këtë, ish kryebashkiaku I Vlorës Dredha nisi një tender në të cilën flitej se do të rehabilitojë një pjesë e pyllit të sodës, largimi I drurve të rënë dhe më pas mbjellja me pemë të reja. Megjithatë, një tender I cili mbeti në letër dhe nuk u zbatua ashtu sikurse ishte tenderuar. Për këtë, kontrolli I lartë I shtetit nisi edhe një hetim apo rishqyrtimin dhe parjen e dosjeve për këtë tender. Megjithatë, edhe KLSH-ja ende nuk e ka bërë publike se çfarë ka konstatuar nga ky tender. Pylli I sodës me një sipërfaqe të madhe është në administrimin e bashkisë, por edhe zonave të mbrojtura. Të dyja sipërfaqet, qoftë ajo që është në administrimin e bashkisë apo edhe ajo që është në administrimin e zonave të mbrojtura, kanë probleme për sa I përket pemëve të rrëzuara, si dhe mbeturinave të cilët kanë në brendësi të pyllit të sodës. Pak kohë më parë nga ana e Bashkisë së Vlorës u tenderua rehabilitimi një pjese të pyllit të sodës I cili parashikonte pastrimin, largimin e pemëve të rrëzuara dhe mbjelljen e pemëve të reja në zonë. Ndërkohë lidhur me procesin dhe zbatimin e këtij tenderi, kontrolli I lartë I shtetit nisi një kontroll të imtësishëm, duke përpiluar dhe një akt kontroll përkatës. Ky dokument ende nuk është bërë publik, megjithëse mësohet se janë konstatuar disa shkelje. Megjithatë, ajo që mund të thuhet është se pavarësisht projekteve apo tenderave të kryer, situata në pyllin e sodës vijon të mbetet shqetësuese, sipërfaqet të konsiderueshme mbeten të mbuluara nga pemë të rrëzuara, duke krijuar një problematik që ende nuk po gjen zgjidhje. I zgjedhur për një mandat të dytë në krye të Domës Avokatisë Vlorë Durim Bajramaj, vlerëson si prioritete 3 çështje të cilat sipas tij kërkojnë zgjidhje të menjëhershme, rritjen e rolit aktiv të avokatit, hartën gjyqësore dhe ndryshimin e situatës ekonomike, veçanërisht për avokatët e caktuar nga shteti. Rritja e rolit aktiv të avokatit, harta gjyqësore dhe ndryshimi I situatës ekonomike, veçanërisht për avokatët e caktuar nga shteti, mbeten prioritet kryesore të Dhomës së Avokatisë në Vlorë. Në një intervistë për Blu Televizion, kreu I Dhomës së Avokatisë Durim Bajrami, I zgjedhur për një mandat të dytë, vlerësoi gjithashtu rolin e medias si kyç në bashkëpunimin në këtë institucion. Ai theksoi se këto 3 çështje kërkojnë zgjidhje të menjëhershme pa lënë mënjan dhe problematika të tjera me të cilat përballet sot avokatia. Është një sfidë mandati dytë sepse ka akoma avokatia për të bërë, sepse ka rolin kryesor në sistemin e drejtësisë, është një shtyllë në sistemin e drejtësisë. Dhe një nga prioritetet kryesore I këtij 4 vjeçari do të jetë që avokatia duhet të ketë rol aktiv, jo formal. Do të ketë një luftë frontale për hartën gjyqësore, sepse siç e dini, qytetit Vlorës janë larguar 2 gjykata, është larguar gjykata e apelit dhe gjykata e shkallës parë administrative. Sot qytetarët vlonjat janë më shumë në vështirësi për të marrë aksesin në drejtësi. Gjithashtu një prioritet do të ketë dhe rritja e dinjitetit ekonomik të avokatisë. Duhet ta sqaroj pak këtë dhe për pjesën e qytetarëve që janë të painformuar, roli
pagesës avokatisë, sidomos tek avokatët kryesisht janë avokatët që caktohen nga shteti, që mbrojnë personat të pandehur në proceset gjyqësore që nuk kanë mundësi të marrin një avokat dhe të caktohen nga shteti. Sot, ata avokati që mbron një të pandehur, avokati caktuar kryesisht nga shteti, paguhet 30.000 lekë të vjetra ose 3.000 lekë të reja për një proces gjyqësor, jo një seancë. Pra, e imagjinoni se çfarë cilësie mbrojtje ka ky i pandehur me këtë avokat që paguhet me këtë shifër qerësharake. Pra, edhe kjo do të rritet roli i dhomës vendore të avokatisë, duke bërë presion mbi qeverinë e gjyqësorit, që është KLG-ja, për rishikimin urgjentisht të tarifave të avokatëve të caktuar kryesisht. Duke u ndalur te harta gjyqësore, Bajrami konfirmoi edhe hapat që do të ndiqen për ndryshimin e saj. Ai bëri të ditur se do të nisë një peticion në bashkëpunim edhe me qytetarët, pasi harta aktuale gjyqësore ka rritur kostot ekonomike. Sipas tij, duhet të jenë 4 gjykata apeli, ndërsa në Vlorë duhet të rikthehet edhe gjykata administrative. Ne zgjidhjen tonë e kemi dhënë. Ne kemi folur dhe stërfolur, jemi drejtuar dhe me kërkesa institucionale Këshillit Lart Gjyqësor. Aktualisht jemi duke menduar një peticion përsëri të organizuar nga Dhoma Vendore e Avokatisë Vlorë së bashku me qytetarët vlonjat, jemi duke e përpunuar që do të për rishikimin e hartës gjyqësore. Do të thënë, sepse ligji e parashikon qartë që çdo 5 vite harta gjyqësore mund të rishikohet, por kjo nuk do të thotë që duhet të plotësohet afati 5 vjeçar për të rishikuar harta gjyqësore. Në momentin që ka treguar që kjo hartë nuk funksionon, ka treguar që kjo hartë e ka çuar sistemin e drejtësisë në kolaps, atëherë nuk ka pse Këshilli Lart Gjyqësor të mos ndërhyjë dhe për ta rifreskuar dhe për ta ripar hartën gjyqësore. Të paktën zgjidhja jonë ka qenë ta bëj me 3 ose me 4 gjykata apeli, dhe sipas ndarjes territoriale që politika po pretendon për ta bërë me 4 rajone, atëherë do të ishte shumë mirë që të bësh me 4 apele. Në rajonin e jugut ishte qyteti Vlorës, duke qenë se është nga qytetet kryesore, është me port, me aeroport, me institucione, pra duhet ishte një apel në qytetin Vlorës, një për Korçën, Tirana dhe Shkodra. Gjithashtu nuk mund të mungoj gjykata e shkallës parë administrative në qytetin e Vlorës. Është e patolerueshme që gjykata e shkallës parë administrative hiqet qyteti Vlorës, siç thash, qytet që ka institucione që prodhon akte administrative, dhe shkon në Lushnjë. Lushnja nuk është qytet që prodhon akte administrative. Lushnja është qytet pa institucione. Pra nuk mund ta marrësh nga Vlora dhe ta çosh në Lushnjë. Dhe kjo duhet jetë një ndërhyrje emergjente e KLG-s për rishikimin e hartës gjyqësore. Harta e re gjyqësore ka krijuar jo pak probleme në sistemin e drejtësisë, ndërsa ndryshimi i saj mbetet një nga sfidat kryesore të dhomës avokatisë në Vlorë, krahas çështjeve të tjera të cilat kërkojnë zgjidhje. Konsumimi i lëndëve narkotike është rritur ndjeshëm tek të rinjt. Mjeku psikiatër Stiliano Lepuri thotë se sa më shumë janë të rinj që vuajnë nga çrregullimet të ankthit, si dhe problematika të tjera të shëndetit mendor që shkaktohen nga përdorimi i drograve të forta dhe alkoolit. Konsumimi i lëndëve narkotike është rritur ndjeshëm tek të rinjt. Stiliano Lepuri, mjek psikiatër në qendrën komunitare të shëndetit mendor në Vlorë, tregon se është në rritje edhe numri të rinjve që vinë në këtë qendër për të marrë ndihmën mjekësore pas konsumit të alkoolit apo drograve të ndryshme. Të rinj që marrin mjekim, sipas Lepurit, vuajnë nga çrregullimet e ankthit, por edhe problematika të tjera të shëndetit mendor që shkaktohen nga përdorimi i drograve të forta dhe alkoolit, si psikoza, çrregullimet e humorit e tjerë. Unë kam rreth 10 vite që ushtroj profesionin si mjek këtu në qendrën komunitare të shëndetit mendor, dhe mund të them se nga viti në vit, numri të rinjve që kanë ardhur dhe kanë kërkuar ndihmë ose kanë kërkuar shërbim nga ne është rritur. Simptomatikat kryesore ose diagnozat kryesore për të cilat paraqiten janë çrregullimet e ankthit, por duhet një rol goxha të konsiderueshëm zën edhe pacientët apo të rinjt që vinë që kanë problematika të shëndetit mendor të shkaktuara nga konsumimi i lëndëve narkotike ose alkoolit, që ne i quajmë nga përdorimi i substancave.
Lepuri thot se shumë prej rasteve të cilat pavarësisht se kanë marrë ndihmë mjekësore dhe këshillim psikologjik, sërish kur kanë përfunduar mjekimin, kanë rënë pre e konsumimit të lëndëve narkotike. Sipas i ka patur edhe raste të suksesshme, të cilët kanë qenë të vetëdijshëm për mjekimin që duhet të marrin e duke dalë nga kjo gjendje. Kemi pas raste që kur e kanë pasur, domethënë kanë ardhur dhe kanë kërkuar ndihmë për herë të parë dhe kanë qenë të vetëdijshëm që duhet ta ndërprisnin abuzimin, terapia ka ecur, kanë dalë nga gjendja dhe janë kthyer në rrjetën e përditshme pa asnjë problem. Por duhet të themi se shumica e rasteve që vinë dhe mjekohen bëjnë përsëri recidiva, sepse pasi dalin në komunitet shkojnë prap në atë rrugën e gabuar të abuzimit me substanca dhe kjo e sjell prap në rëndim të gjendjes. Duhet thënë se shumicën e këtyre pacientëve që abuzojnë me substanca, ne i referojmë për në klinikën e toksikologjisë në QSUT, sepse ata janë apo stafat apo tamam mjekët e specialitetit që merren me abuzimin apo varësinë nga substanca. Ne si psikiatër ndërhyjmë në rastet kur nga abuzimi shfaq edhe probleme të shëndetit mendor, siç mund të jenë psikozat ose çrregullimet e humorit, çrregullimet e ankthit e tjerë. Ndihma që u jepet të rinjve të cilët konsumojnë droga të forta dhe alkool është tepër e rëndësishme. Mjeku psikiatër Siliano Lepuri thot po ashtu se kjo ndihmë është tepër e vlefshme në fazat e para të konsumimit të lëndëve narkotike e bëhet më e vështirë kur pacienti krijon varësi. Ndaj sipas tij duhet marrë mjekime me patjetër që të mund të dilet nga gjendja e varësisë. Unë do të thosha jo vetëm mjeku psikiatër, por i gjithë stafi psikosocial, ku në përbërje të tij ka dhe ka dhe psikolog, ka dhe punonjës social. Të gjithë këto allka janë të rëndësishme, sidomos kur pacienti ose qytetari është në fazat e para të abuzimit. Se më vonë kur krijohen varësitë është pak më e vështirë për të dalë nga gjendja. Vlen të theksohet se shumë prej të rinjve, madje edhe adoleshentë, të cilët përdorin alkool dhe droga të forta, krijojnë varësi duke kaluar në një shëndet të rënduar fizik dhe mendor. Shumë prej rasteve të cilët e teprojnë me përdorimin e lëndëve narkotike veçanërisht, fatkeqësisht kanë përfunduar në fatalitete. Numri i personave që vojnë nga alergjitë është dyfishuar në Vlorë sipas mjekëve alergolog. Ndryshimet klimatike dhe zgjatja e stinëve kanë ndikuar patjetër në shtimin e alergjive, ndërkohë që mjekët shohin më problem ndërthurjen e alergjive ushqimore me ato ambientale. Numri i personave që vuajnë nga alergjitë është dyfishuar. Mjekët alergolog në Vlorë thonë se përveç gjenetike, vitet e fundit janë rritur dhe faktorët që ndikojnë në shtimin e tyre. Sipas mjekëve ka një shtim gati dyfisht të alergjive të stinës. Ndryshimet klimatike dhe zgjatja e stinëve kanë ndikuar edhe në shtimin e alergjive, ndërkohë që mjekët shohin me problem edhe ndërthurjen e alergjive ushqimore me ato ambientale. Sipas mjekëve të Vlorës, aktualisht po shohim alergji jo vetëm nga një polen, por nga disa, nga plurat ambiental, nga kafshët, por një problem i shtuar është dhe kombinimi i alergjive ushqimore me ato mjedisore. Mjekët thonë se kjo rritje alergjive ka agravuar simptomat e pacientët e prekur prej tyre, duke rritur numrin e pacientëve astmatik. Për alergjinë e mësuar me ruf, skuqje hundësh, lot, por tani, gjithmonë edhe më shumë po shohim raste astmatike, janë shtuar pacientët astmatik, deklarojnë mjekët. Sipas tyre, një gabim që bëjnë pacientët me alergji është edhe mjekimi me ChatGPT, duke marrë disa qetësues në farmaci, ndërkohë që alergjitë duhen trajtuar. Sipas mjekëve në Vlorë, duhet që në rastet më të para, vetë pacientët drejtohen mjekëve për të marrë edhe mjekimin e specializuar, por edhe për të ndjekur rastet më problematike sa i takon alergjive. 27 prilli është afati i fundit i aplikimit të mjekëve dhe infermierëve që do të shërbejnë në qendra shëndetësore verore. Mësohet se në të gjithë vendin këtë vit do të hapen 36 qendra shëndetësore. Përgatitjet për hapjen e qendrave shëndetësore verore në pikat kryesore turistike dhe ato të pelegrinazhit janë në fazën përfundimtare. Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Visala, u kujtoi mjekëve dhe infermierëve të aplikojnë deri sot në datën 27 prill.
Këtë vit do të hapen 36 qendra shëndetësore verore në të gjithë vendin, me risinë që 2 prej tyre do të jenë në shërbim të pelegrinëve në Kisën e Laçit dhe tjetra në shërbim të atyre që do të frekuentojnë këtë vit lixhat e Elbasanit. Janë rreth 250 vende në total, 100 mjek dhe 150 infermier, sikundër dhe personel mbështetës, të cilët do të shërbejnë në zonat turistike bregdetare dhe malore, të cilat do të jenë funksionale 24 në 7 nga qershori deri në shtator. Këto qendra synojnë të garantojnë kujdes shëndetësor cilësor për turistët të vendas dhe të huaj gjatë pikut të sezonit. Kreu i SPAK, Lodian Braho, në raportimin për punën e kryer nga struktura e posaçme antikorrupsion për gjatë vitit 2025, theksoi se korrupsioni vijon të mbetet një fenomen shqetësues, ndërsa ka pasqyruar me shifra dhe goditjen e krimit të organizuar dhe sekuestrimin apo konfiskimin e pasurisë së ardhur nga krimi. Për sa i përket luftës kundër korrupsionit, përfshirë dhe ato të nivelit lartë, dhënat e vitit 2025 tregojnë se korrupsioni në institucionet publike dhe sistemin e drejtësisë mbetet një fenomen shqetësues, i cili përfshin funksionar vendor dhe administrativ, por edhe prokuror, gjyqtar, punonjës policie e të tjerë. Në këtë drejtim, SPAK ka shënuar një rritje për rreth 18% të çështjeve të reja për korrupsion nga 186 në 220 dhe rreth 12% nga 189 në 156 të çështjeve të përfunduara krahasuar me një vit më parë. Ky aktivitet i shtuar reflektohet në dërgimin në gjykatë të 24 procedimeve penale me 124 pandehur për korrupsion jo të nivelit të lartë, si dhe 10 procedime me 13 pandehur për vepra penale të korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. SPAK ka vijuar me vendosmëri hetimin e zyrtarëve të nivelit të lartë me 6 procedime të reja dhe 16 persona të tjerë në hetim. Nga 30 zyrtarëve ish zyrtar në hetim gjatë vitit 2025, rreth 50% e tyre, numri 18, janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim. Rreth 10 prej tyre janë dënuar me vendim të formës së prerë, duke treguar qëndrueshmëri dhe efektivitet në ndjekjen e nivelet më të larta të administratës publike. Për sa i përket luftës kundër krimit organizuar gjatë vitit 2025, edhe pse numri i hetimeve që lidhen me krim organizuar është më i ulët krahasuar me vitin 2024, numri i çështjeve të përfunduara për këtë kategori ka shënuar rritje me rreth 3.4% nga 58 në vitin 2024 në 60 në vitin 2025. Të dhënat krahasuese për periudhën 2024-2025 tregojnë gjithashtu një rritje me 11.5% të personave në hetim dhe 36.6% të personave të dërguar për gjykim, çka tregon një orientim më cilësor të hetimeve dhe strukturave më të gjera dhe më të organizuara kriminale. Për sa i përket hetimit financiar dhe pasuror, sektori i hetimit financiar ka ushtruar funksionin e 12 hetues, ndërsa vijojnë procedurat e rekrutimit edhe për 4 të tjerë, procedurë e cila është në fazën e procesit të vettingut të punonjësve që janë hetuesve që janë kualifikuar. Një rritje që duhet nënvizuar është dhe rritja e efikasitetit të këtij sektori, i cili tashmë operon me një rrjet të zgjeruar aksesi në 22 databaza shtetërore dhe private. Kjo ka mundësuar që të hartohen profile financiare të personave në hetim, duke zbuluar skema komplekse të pasrimit parave, të përdorimit nga persona të tretë të parave që përbëjnë produkteve penale, transferit e dyshim të jashtë shtetit. Gjatë këtij viti kemi vijuar të zbatojmë parimin e ndjekjes së parave paralelisht me hetimin penal dhe vlerët e sekuestruara dhe të konfiskuara gjatë vitit arrin shifrën prej 45.4 milion euro, ku përfshihet dhe sekuestrimi i kriptovalutave me vlerë ekuivalente prej 14.5 milion dollar ose rreth 12.4 milion euro. Për sa i përket çështjeve që lidhen me zyrtarët e lartë, vlera e pasurive të sekuestruara është në shifrën 1.1 milion euro, ndërkohë që vlera e pasurive të konfiskuara për këtë vit ka qenë në shumën 100.000 euro. Një grua rreth moshës 80 vjeç në Vlorë ka dalë në balkonin e shtëpisë ku jeton e vetmuar duke kërcënuar se do të hidhet. Ngjarja ndodhi në lagjen Pavarësia 3, nipi i saj ka hapur derën e banesës së bashku me efektivin e zjarrfikses dhe e moshuar apo merr ndihmën mjekësore. Një grua e moshuar rreth 80 vjeç mbylli derën e banesës së saj ku jetonte e vetmuar, ndërsa doli më pas në balkonin e shtëpisë teksa kërcënonte se do të hidhej. Ngjarja është regjistruar rreth orës 8:30 minuta të mëngjesit të kësaj ore në lagjen Pavarësia 3 në Vlorë, ku e moshuara prej 60 minuta shndronte në balkonin e shtëpisë së saj në katin e tretë dhe kërcënonte se do të hidhej.
Një grua e moshuar e cila dyshohet se vuante nga problemet e shëndetit mendor, ka tentuar që të hidhej nga banesa në katin e tretë në lagjen Pavarësia. Falet e ndërhyrjes së forcave zjarfikse, e moshuara ka dalë nga banesa pa pasoja për shëndetin, por ky nuk është rasti vetëm në Vlorë, pasi brenda disa ditëve janë konstatuar disa raste të tilla. Menjëherë pas telefonatës kanë bëritur edhe forcat e policisë dhe ato zjarfikse. Luan Kapaj, shefi i repartit të ndërhyrjes së shpejtë të zjarfikses së Vlorës, është ngjitur me shkallë në katin e tretë në banesën e të moshuarës. Kapaj prej minutash foli me zonjën e moshuar, duke e bindur këtë të fundit të qëndronte i qetë pa kryer asnjë veprim, ndërkohë që edhe efektivet e policisë siguruan perimetrin e sigurisë në zonë, duke e marrë masa për rastin në fjalë. E moshuara dyshohet se vuante nga problemet të shëndetit mendor e nuk ishte hera e parë që bënte një akt të tillë. Të huaj që do të vizitojnë vendin këtë sezon veror, konsiderojnë si klientel potenciale për blerjen e pronave, sidomos në Bregdet. Ekspertët e tregut imobilar vëren se shumë prej tyre nga pasiguria për të investuar në lindjen e mesme mund të zgjedhin Shqipëri. Të huaj që do të vizitojnë vendin këtë sezon veror konsiderojnë si klient potencial për blerjen e pronave, sidomos në Bregdet. Ekspertët e tregut imobiliar vërejnë se shumë prej tyre nga pasiguria për të investuar në lindjen e mesme mundën të zgjedhin Shqipërinë. Sipas ekspertëve, duhet të kihet parasysh fakte që sa herë ka turbulenca ndërkombëtare, si në rastin e konflikteve në lindjen e mesme, aktorët ekonomik orientohen drejt tregjeve më të stabilizuara. Pra ata që kanë pasur interes për të investuar në lindjen e mesme, konkretisht në Dubai, po orientohen drejt tregjeve që kërkojnë më pak kapitale dhe ofrojnë kthime më të shpejta, siç është dhe rasti i Shqipërisë. Sipas ekspertëve, jo vetëm jugu i vendit, siç ka qenë tradicionalisht, por e gjithë vija bregdetare është në fokusin e investitorëve të huaj. Investitorët që vinë nga zona turistike priren të orientohen pikërisht drejt zonave turistike, si Bregdeti i Shqipërisë, duke përfshirë edhe zonën e Veriut. Po dalin projekte të reja çdo ditë ku një fokus i veçantë po i jepet zonës së Veriut, duke bërë tashmë të gjithë vijën bregdetare të Shqipërisë të preferuar për të huajt. Ekspertët thonë se me rregullin bazë të ekonomisë, kërkesë oferte dhe çmimet për metër katror pritet të rriten sërish këtë vit. Nëse do të krahasonin pak a shumë sipas ekspertëve me atë të Malit të Zi, ku metri katror mund të arrijë deri në 14.000 euro, në Bregdetin shqiptar varion nga 4 deri në 7.000 euro në varësi të projektit. Ndërkohë, sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, gjatë vitit 2025 u investuan rreth 560 milion euro nga të huajt në sektorin e pasurive të paluajtshme, duke shënuar një rritje me rreth 40%, krahasuar me vitin 2024 dhe duke bërë këtë sektor ndër më të preferuarit për investim. Paraja rrëfen 100 vite histori dhe ngjarje është ekspozita e çelur në Gjirokastër nga Banka e Shqipërisë. Historia e këtij institucioni dhe monedhës kombëtare shpaloset një udhëtim në 3 faza të mëdha historike të ndikuara nga ndryshimet politike, gjeopolitike dhe ekonomike. Paraja rrëfen 100 vjet histori dhe ngjarje është ekspozita e çelur në Gjirokastër nga Banka e Shqipërisë. Kjo ekspozitë vjen në një moment me simbolik të veçantë historike në intervalin e 100 vjetorit të themelimit të Bankës së Shqipërisë dhe 100 vjetorit të hedhjes në qarkullim të monedhës së parë kombëtare, konkretisht në vitin 1926. Historia e këtij institucioni dhe monedhës kombëtare shpaloset si një udhëtim në 3 faza të mëdha historike, të ndikuara nga ndryshimet politike, gjeopolitike dhe ekonomike. Në këtë ekspozitë ne jemi përpjekur që të transmetojmë të gjithë historinë e Bankës Qendrore nga viti 1925 deri në ditët tona përmes koleksioneve, dokumentacionit, fotografive, videove, por gjithashtu një periudhë mjaft e rëndësishme janë dhe vitet e para krijimit të kësaj banke, të cilat në mënyrë të përmbledhur janë paraqitur edhe në këtë ekspozitë. Pra, përpjekjet e para për themelimin e një banke, për rregullimin e financave, për emetimin e paras. Sigurisht që si çdo histori e një banke kombëtare fillimisht dhe më pas qendrore, historitë e tyre dhe historia e paras shkon krah për krah me zhvillimet historike të shtetit të cilit ajo i shërben. Këtë histori do të mund ta shihni edhe në ekspozitën tonë përmes personazheve
dhe sigurisht imazheve të kartmonedhave tona ndër vite. Banka Kombëtare e Shqipërisë e bazoi paranë e saj, frangun ar dhe nënfishin, në standardin e arit. Pra, kjo bankë vendosi që kartmonedha e saj e një shteti të ri, të sapo formuar, të kishte një bazë të fortë mbështetëse. Më pas, në vitet e pushtimit, ky standard i harit humbi dhe siç ndodh në shumë vende të tjera të botës, paraja shqiptare u bazua tek një valutë tjetër e huaj, në rastin ton valuta e pushtuesit lira italiane. Dhe më pas Banka e Shtetit Shqiptar, pas viteve të luftës dytë botërore, deri në vitin 1992, përdori besimin e shtetit të institucionit, bankës shtetit, por më shumë të Republikës, për të si mbështetëse e parasë saj, pra u përdor ajo që quhet edhe sot fiat money në gjuhën më teknike, besimi i shoqërisë tek kartmonedha. Altin Tanku, drejtori i Departamentit të Kërkimeve pranë Bankës së Shqipërisë, tha se kjo ekspozitë përfaqëson një punë kërkimore disa vjeçare të shtrirë në Arkivin Qendror në Rom, Bankës së Shqipërisë, por dhe në disa banka të tjera. Sipas tij, falë kësaj pune, paralelisht me ekspozitën, vijnë dhe dokumentet, interpretimi dhe vlerat historike që flasin dhe shpjegojnë historikun e Bankës së Shqipërisë përgjatë një shekulli. Kjo ekspozitë përfaqëson një punë kërkimore disa vjeçare të Bankës së Shqipërisë, të shtrirë në Arkivin e Shtetit Shqiptar, në Arkivin Qendror të Shtetit, në Arkivin Qendror të Shtetit në Rom, në arkivat e Bankës së Shqipërisë dhe të bankave të tjera. Është një punë e cila ka sjellë të ekspozitë së bashku me dokumentat, me interpretimin dhe me vlerat historike dhe shpjegimet monetare që flasin dhe përshkruajnë historinë e Bankës Qendrore në këto 100 vite. Marrëdhënia kryesore e kësaj ekspozite është të përshkruaj rolin stabilizues që Banka Qendrore, kur them Banka Qendrore, nuk kuptoj 3 institucione: Banka Kombëtare e Shqipërisë, Banka e Shtetit Shqiptar dhe Banka e Shqipërisë që kemi sot, të cilat kanë përfaqësuar Bankën Qendrore në këto 100 vite në ekonominë shqiptare. Dhe ajo që neve kemi arritur të sjellim dhe të paraqesim për publikun është të tregojmë se si kjo Bankë Qendrore, pavarësisht nga koha, pavarësisht nga sfidat, pavarësisht nga ndryshimet politike, gjeopolitike që ka ndodhur në vend dhe në botë, ka qenë një institucion i cili ka arritur të garantojë dhe të ruajë stabilitetin ekonomik dhe financiar të vendit. Kjo ekspozitë vjen si bashkëpunim i Bankës së Shqipërisë me Institutin Italian të Kulturës, ndërsa gjatë çeljes së saj të pranishëm ishin dhe përfaqësues të institucioneve bankare si dhe pushtetit vendor. Flamurtari fiton ndeshjen e parë finale përballë Partizanit me rezultatin 90-58, duke nisur me këmbën e mbar fazën play-off për titullin kampion të basketbollit për femra. Në ndeshje u dominua nga ekipi Vlonjat. Në përfundim, trajnerja e Partizanit Bujari dhe trajnerja e Flamurtarit Hasanaj komentuan rezultatin. Flamurtari fiton ndeshjen e parë finale përballë Partizanit me shifrat 90-58. Duke e nisur me këmbën e mbar fazën play-off për titullin kampion në basketbol për femra. Ndeshja u dominua nga ekipi Vlonjat, i cili krijoi menjëherë diferencë në pikë ndaj kundërshtarit, duke mbyllur periodën e parë me 10 pikë avantazh. Ritmi i mirë për Flamurtarin vijoi edhe në periodën e dytë me skuadrën që e mbylli pjesën e parë në avantazhin 39-26. Menjëherë pas pushimit, në periodën e tretë ishte sërish Flamurtari që luajti më mirë në parket, duke zhvilluar dhe 10 minutëshin më të mirë dhe duke thelluar diferencën në shifra 61-35. Partizani duket se nuk pati shumë mundësi t'i bëjë ballë ekipit Vlonjat, i cili edhe me përkrahjen e publikut në shkallët e Pallatit të Sportit e mbylli takimin me rezultatin 90-58, duke nisur me fitore finalet për titullin kampion në basketbol për femra. Pas ndeshjes, trajnerja e Partizanit Eliberta Bujari theksoi se ky nuk ishte Partizani që pritej, por shtoi se ka ende rrugë përpara. Vim nga 5 ndeshje shumë të forta me shumë minuta në këmbë. Flamurtari ishte, siç e patë, edhe më mirë fizikisht, pa dyshim. Ndeshja ishte jashtë pritshmërive tona. Megjithatë, ne treguam që gjatë këtyre serive që vim dhe do dasim ande nga fundi, kështu që unë uroj që të përmirësojmë ndeshjen.
Dua t'i përgëzoj gocat e Partizanit për gjithë këtë muaj kaq intensiv, madje edhe me 2 ditë diferencë, uroj që të kemi kohë të pushojmë e të rikuperojmë disa gabime. Ndërkohë Ilona Hasanaj për flamurtarin u shpreh se ishte shumë e rëndësishme ta nisim me fitore këtë fazë, duke qenë se objektivi i ekipit është titulli kampion. Jemi në fund. Është fillimi i fundit. E filluam shumë mirë. Përballë Partizanin që filloi 2-0 me Tiranën e ktheu në 3-2, një Partizan që ishte kthyer në një familje, kishte përballë flamurtarin. Aktualisht jemi më të mirët. Përshëndes pafund të gjithë sportdashtit që erdhën sot. Përshëndes nga zemra kryetarin e bashkisë që ishte tifoze ekipit të flamurtarit mbrapa stolit të flamurtarit. Kemi ndeshjen e dytë në Tiranë, të mërkurën në orën 2. Nuk mund të themi që është ndeshje lehtë, por do t'ja lëm fushës. Por them diçka që jam e sigurt që ne jemi kampion. Takimi i dytë me skuadrave do të luhet ditën e mërkurë në kryeqytet. Ju përshëndes dhe falenderoj. Mirupafshim.